Përshëndetje të gjithëve. Një tavë me oriz, perime dhe mishpule do përgatisim ditën e sotme. Mënyra se si do e përgatis është e thjeshtë dhe tava del super e shishme. Fillojmë në fillim me përgatitjen e mishit të pulës. Kam prerë një pulë në pjesë të vogla, e kam vënë te kjo tenxhere ose tikani thellë, duke i shtuar krip, piper të zi dhe erza pule. Natyrisht që do ketë edhe vaj ulliri. Shtojmë edhe vajin e ullirit dhe direkt në zjarr në temperaturë të ulët derisa mishi të fillojë të skuqet. Në fillim mishi lëshon lëngje dhe janë ato lëngja që e zbusin mishin dhe temperatura e ulët dhe duke qëndruar me kapak del shumë i shishëm. E vendosim në zjarr. E kontrollojmë erë pas here. Si e shikoni ka filluar të marrë ngjyrë, e kthejmë nga ana tjetër. Sërish i shtuam krip, piper të zi dhe erza pule. Pasi ka marrë ngjyrë, e largojmë nga tigani dhe tek po i njëjti tigan do shtojmë përbërësit e tjerë. Kam grirë te ky grirësi i perimeve një qep e plot e madhe. E vendosim në tigan, i bëjmë një skuqje të plot derisa qepa të marrin ngjyrë, ndërkohë ne presim 2 karrota në kubik të vegjël. Në këtë mënyrë karrotat zbuten më shpejt dhe duket më bukur në tavën e orizit. Karrotat tashmë janë gati, edhe qepa, si e shikoni, ka marrë ngjyrë. Shtojmë karrotat, i përzijmë bashkë me qepën. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëmë të kaurdisen. Vendosim kapakun. Këtu kam 4 speca me ngjyra të ndryshme. I pastroj nga pjesa fundore edhe specat dhe më pas i pres në kubik. Në këtë mënyrë. Jo shumë të mëdha, por dhe jo shumë të vogla. Karrota është zbutur, shtojmë specat, i bëjmë një përzierje të mirë. Sërish i vendosim kapakun për 2-3 minuta. Edhe specat janë zbutur. Shtojmë 2 filxhane gjysmë të çajit me oriz, e kam larë, e kam kulluar orizin më parë. I përzijmë të gjitha së bashku, i japim edhe një skuqje, sa të filloj orizi të ngjisi në tigan. Më pas shtojmë 6 filxhan të çajit me ujë, është po i njëjti filxhan që përdora me oriz. E përzij mirë, do ta rregulloj me krip. Diku tek një lugë çaji me krip, pak piper të zi. Shtojmë edhe këtë miksin e erzave, që perimet të shpërndajen në të gjithë sipërfaqen e tavës dhe mos të dalin vetëm në sipërfaqe gjatë kohës që e pjekim, atëherë unë i bëj një zgjerrje prej 10 minutash. Në këtë kohë perimet shpërndahen shumë bukur në tavë. Shikoni pasi ka zgjerë për 10 minuta, vendosim edhe mishin sipër. Për më shumë shije do t'i shtoj pak gjalp mishit sipër, i jep edhe ngjyrë të kuqe të bukur dhe direkt në furrë për 30 minuta në 200 gradë dhe shikoni përfundimin. Mishi është tretër plotësisht dhe tava është bërë perfekt. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, e thjeshtë por e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.